as popullit, as partnerëve, kurrën e kurrës, as të menduar, as nuk e ka tradit. Valboj Limani ma shumë është kandidat i Bashkimit Demokratik për Integrim, se sa i vetë Aleancës Shqiptare. Shqiptare, Aleanca Kontare, kanë të vetëmin kandidat në festival, Valboj Limani, në krahët e cilit do të qëndrojë Valdet Xhaferri me të gjithë shqiptarët që urojnë sukses, të gjithë shqiptarët të zëri. Ata do të jenë përfaqësues të identitetit e dignitetit kombëtar, ashtu siç e meriton Gosivari, që ka përjetime të vështira e tragjedi që ja kanë lënë e kaluara që jo më pak se 30 vite. Dhe ata të cilët mendojnë të jenë në shërbim të Gosivarit, le të shohin, le të hapin historinë në 97-ës, ku me helmeta u merret shpirti të rinjve të Gosivaras, vetëm e vetëm se kërkojnë flamur e drejtësi. Vetëm atëherë ta hapim e ta shohim. Nuk jo shaka këto punë. Nuk bëhen këto punë me folklorizëm e me rëmbim, se unë dua vetëm t'jem kryetar i Gosivarit. Për të qenë kryetar i Gosivarit, duhet të kesh një mbështetje të forcave që vërtet përfaqësojnë dhe kanë dhënë prova që i dalin Zot çdo premtimi. Valboj, ti mbështetjen të fortë do i kesh dhe mos ki asnjë hezitim dhe rezervë. Unë nuk e kontestoj fitoren. Ajo do t'jetë shumë e thellë, sepse një jetin e kemi jashtëzakonisht mirë.